I rënditën autobuset dhe po prisnin që kryetari i ri i Shkupit të vinte me ceremoni. Por Orce Gjeorgjevski u erdhi në befasi nga pas, duke ju dhënë madje edhe vërejtje për disa autobus. Nëse do vregumim. Dobar dan. Nga e hëna do të aktivizohen edhe 55 autobus të tjerë të transportuesve privat në linjat e Shkupit. Deri në fundvit edhe 20 autobus të tjerë të privatëve do të aktivizohen në linjat publike të kryeqytetit. Përveç kësaj, 20 autobus Fringo të ri përmes qeverisë pritet të porositen nga NÇP deri ka marsi 2026. Këto janë 3 hapat e kreut të qytetit në takimin që sot pati me 3 nga transportuesit privat. Доека нема автобуси да стигнат до работните места, доека децата ни мрзнеа по автобуските станици изминативе години, некој на тоа дебело заработувал и се офајдувал изминативе години. И тука треба одговорност да има. Përfaqësuesi i transportuesve privat tha se borxhi i qytetit ndaj tyre është diku rreth 180 milion denar. Ata me drejtuesit e ri të NÇP-s do të angazhohen për riorganizimin e linjave të autobuseve. Приватните превозници се многу важен дел од јавниот превоз во градот Скопје, тоа се гледа. Значи во изминатиот период работевме сериозно на обнова на возниот парк, имаме еколошки автобуси, можеме сериозно да одговориме на потребите на граѓаните. Имаме одлична комуникација со градоначалникот Орце Георgjevski. Во периодов ќе работиме, се надевам, на промена и на возниот ред, и на сите останати проекти кои што се во делот на јавниот превоз, за да одговориме на потребите на граѓаните и за многу брзо време ќе биде возниот ред почитуван и граѓаните нема да чекаат. Gjeorgjevski u bën thirrje autoriteteve të hetojnë rastet e keqmenaxhimit të deritanishëm, ku dyshohet se kanë vjedhur buxhetin e qytetit përmes furnizimeve të pjesëve rezervë. Madje edhe disa autobus të rinë me kilometrazh 00 nuk janë vënë në përdorim fare, por janë çmontuar për zëvendësim të pjesëve.